Ky fundvit nuk ishte si gjithë të tjerët për ish banorin e shtëpisë më të famshme në Kosovë, Mevlan Shabën. Për herë të parë në jetën e tij ai po i pret festat e dhjetorit me epitetin më të bukur, atë të babait. Mevlani ka ndarë mendikësit në Instagram disa imazhe të jetës ëmbla pranë pemës së Krishtlindjes, ku protagoniste absolute është vogëlushja e tij Mei. E veshur një fustan festiv dhe një fjongo të kuqe, Mei ka rrëmbyer zemrat e të gjithëve, ndërsa Mevlani nuk e ka fshirë lumturinë e madhe në këtë vit jubile për të. Ndonse atmosfera në fotosh magjike dhe Mevlani po shijon çdo moment të këtij kapitulli të ri, seksioni i komenteve është pushtuar nga vërejtjet e ndikësve. Për publikun që ndjeka pas hapi diçka e rëndësishme mungon në këtë portret, nëna e vajzës. Kritikat e ashpra si e kompletuar do të ishte me mamin. Pavarësisht se ky është viti i tij i parë si prind, ndjekësit nuk janë treguar të butë. Ata kanë vënë në dukje se në raste të tilla festash, figura e nënës duhet të jetë prezente dhe e vlerësuar publikisht. Disa nga komentet që kanë bërë më shumë zhurmë, gjithmonë hedh foto vetëm apo me vajzën. Familja hidhet sidomos në raste festash me mamin mbi të gjitha. Nuk është respekt për atë krijesë të bukur që ke pranë teje. Sa interesant, veç me dal pa gruan. Mami i bebit ku është? Apo se nxjerr ti? Mes privatësisë dhe imazhit publik duket se dëshira e Mevlanit për të mbajtur partnerin e tij jashtë vëmendjes së mediave sociale po interpretohet si mungesë respekti nga një pjesë e mirë e publikut. Megjithatë, asgjë nuk mund të zbejë emocionet e këtij dhjetori, i cili për Mevlanin shënon festën e parë si një familje të re. Mbetet të shihet nëse deri në fund të vitit Mevlani do ta surprizojë me një portret ku shfaqet e gjithë familja e bashkuar.